Danimarka për Greenlandën, kundër toneve të zëvendës presidentit J.D. Vance për ishullin. Danimarka ka shprehur pakënaqësi për tonin e përdorur nga zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance, i cili kritikoi ashpër veprimet e Kopenhagës në Greenland. Komentet u bën nga ministri i jashtëm danez Lars Rasmussen, i cili theksoi se Danimarka është e hapur ndaj kritikave, por nuk e vlerëson tonin e përdorur. Ai shtoi se ky nuk është një mënyrë e duhur për të komunikuar me aleatët e ngushtë dhe i quajti marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara si një aleancë e ngushtë. Kritika nga zëvendës presidenti amerikan erdhi pas një vizite në bazën e vetme ushtarake amerikane në Grönland, ku ai tha se Danimarka nuk ka bërë një punë të mirë për popullin e Grönlandës, duke theksuar se nuk ka investuar mjaftueshëm në ishullin e Arktikut. Vance përmendi dhe marrëveshjen e mbrojtjes të vitit 1951, e cila ofron mundësi për një prani më të madhe ushtarake amerikane në Greenland. Rasmussen u përgjigj duke thënë se mund të diskutohet më shumë për këtë, por gjithashtu shtoi se mund të bëhet më shumë brenda kornizës aktuale të marrëveshjes. Baza amerikane në Pitufik është një postë për mbrojtjen raketore, por ka rëndësi strategjike për Shtetet e Bashkuara, pasi trajektoria më e shkurtër e raketave nga Rusia kalon përmes Grönlandës. Donald Trump ka shprehur gjithashtu interes për Greenlandën, duke cilësuar atë si të rëndësishme për sigurinë amerikane dhe atë ndërkombëtare. Greenlanda ka formuar një qeveri të re koleksionuese dhe shumica e greenlandezëve dëshirojnë pavarësinë, ndërsa territori ka një shkallë të madhe autonomie brenda mbretërisë së Danimarkës.